E nderuar drejtues e seancës, të nderuar deputet, si deputet i qarkut të Korçës, në emër të Partisë Aleancë e Maqedonasë për Integrim Evropian, sot duhet të shpreh shqetësimin për situatën në fshatin Vërnik. Fshati Vërnik ndodhet në pikën më juglindore të Shqipërisë, në bashkinë e Devollit, në qarkun e Korçës, i populluar me popullsinë 100% maqedonasi. Si maqedonas njihen edhe nga shteti shqiptar. Për fat të keq, kushtet e jetesës në fshatin Vërnik janë si në mesjet. Nuk ka ujë të pishëm, nuk ka kanalizime, infrastruktura rrugore është në gjendje shumë të keqe. Rruga që lidh fshatin me qytetin e Bilishtit, me gjatësi prej 5 kilometra, është e pa asfaltuar dhe pothuajse plotësisht e amortizuar. Për shkak të rrugës së pa asfaltuar, shpenzimet e udhëtimit nga fshati Vërnik në qytetin e Bilishtit janë shumë të larta. Këtu nuk dihet fare dora e shtetit. Fshati Vërnik ka mbetur në mëshirë të Zotit, nuk ka asnjë investim nga ana e shtetit në 30 vitet e fundit. Fshati deri në 20 vjet më parë ka pasur 500 banor, po për shkak të kushteve të keqija të jetesës, shumica e maqedonasve janë zhvendosur në brendësi të Shqipërisë, mbi të gjitha në qytetet e Bilishtit, Korçës, Tiranës dhe një pjesë në Greqi dhe Maqedoni. Në fshatin Vërnik deri 20 vjet më parë ka pasur qendër shëndetësore, qendër kulturore, grup folklorik i cili merrte pjesë në festivalet në rrethin e Korçës dhe në gjithë Shqipërinë, kopsht dhe shkollë deri në klasën e 4, ku fëmijët mësonin në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Sot të gjithë këto objekte janë kthyer në gërmadha. Një pjesë e mirë e banorëve jetojnë në qytetin e Bilishtit. Disa vjet më parë, rreth 80 maqedonas me origjinë nga fshati Vërnik nënshkruan një peticion drejtuar zyrës arsimore Bilisht, duke kërkuar fëmijët e komunitetit maqedonës në qytetin e Bilishtit të mësojnë gjuhën maqedonase në procesin arsimor në qytetin e Bilishtit. Për fat të keq, kjo kërkesë e komunitetit maqedonës nuk u miratua nga ana e autoriteteve kompetente. Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve duhet të lejojë studimin e gjuhës maqedonase 2 herë në javë në qytetin e Bilishtit dhe në fshatin Vërnik, të rihapet kopshti dhe shkolla deri në klasën e 4, edhe me një numër më të vogël të fëmijëve apo nxënësve. Për shkak të mbylljes së kopshtit dhe të shkollës, shumica e banorëve janë të detyruar të emigrojnë në fshatin Vërnik, nga fshati Vërnik, ose çdo ditë të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë në qytetin e Bilishtit, 5 kilometra larg nga fshati me rrugën e pa asfaltuar, e cila i bën ata të udhëtojnë me shpenzime shumë të larta. Të nderuar deputet, maqedonasit në fshatin Vërnik apelojnë për ndihmë nga autoritetet lokale dhe qendrore. Ky fshat është i njohur për vlerat dhe vendi ton i ka dhënë shumë për personalitete të njohura në fusha të ndryshme të shoqërisë. Për të përmirësuar kushtet e jetesës në fshatin Vërnik, qeveria dhe bashkia e Devollit duhet menjëherë të investojnë në infrastrukturën rrugore, ujësjellës dhe kanalizime në fshat. Faleminderit për vëmendjen.